Ashtu siç ishte lajmëruar më parë, aktivistët e lëvizjes Shqipëria Bëhet protestuan këtë të shtunë përpara kryeministrisë. Nuk munguan tensionet teksa një grup qytetarësh u përplasën në uniforma të blu. Shkak për këtë u bë tentativa e përsëritur e uniformave blu për heqjen e gjeneratorit të vendosur përballë selisë së qeverisë. Kryetari i lëvizjes Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapa, i tha se vendi ndodhet në një situatë shumë të rëndë, ndërsa lëshoi një sër akuzash drejt kryeministrit Edi Rama. Është shqyrtje për të gjithë ata që vuajnë nga hemofilia dhe nuk gjejnë faktor 8 dhe 9 në spital, për të gjitha ato familje që kanë në shtëpi të sëmur me kancer dhe nuk gjejnë receptin me tatrozate 50 mg, asparaginacus e të tjerë, për gjitha ata njerëz që vuajnë nga ky regjim i hajdutëve që me një mesazh vjet 50 miliard lekë. Prej disa ditësh kryeministri i Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapa, dhe aktivistë e kësaj lëvizje ja vendosur pranë kryeministrisë, duke theksuar se nuk do të lëvizin nga bulevardi deri në largimin e kryeministrit Rama.